Një tender i vlerës 430 milion lek sjell sërish në skem familjen e ish-kryetarit të Bashkisë së Pogradecit Eduard Kapri. Kompania e re ku 80% e aksioneve i zotëron familja Kapri shpall fituese kontratën për pastrimin dhe grumbullimin e mbeturinave në qytetin e Pogradecit. Oferta e tyre ishte shumë e afërt me fondi limi, ndërsa periudha e kontratës 48 muaj ka ngritur dyshime për një mundësi të gjatë përfitimesh që mund të ketë pasoja edhe pas përfundimit të mandatit të kryetarit aktual. Tenderi ka ngjellur polemika duke përjashtuar disa kompani konkurruese dhe duke forcuar dyshimet për një proces të paracaktuar. Ky tender është një vazhdim i një kontrate të ngjashme që re fitoi në vitin 2019 për pastrimin e qytetit me një vlerë edhe më të lartë. Me këtë histori duke se tenderet e pastrimit në Pogradec ka një fitues të përhershëm, familjen Kapri, e cila ka lidhje të ngushta me politikën dhe biznesin lokal. Kjo ka sjellë kritika të shumta, duke e parë këtë skem si një formë qëndrimi të njëjtëve aktorë në pozita të privilegjuara me kontrata shumë vjeçare dhe skualifikim të konkurrencës. Kjo ka kontribuar në perceptimin e Pogradecit si një pronë private të familjes Kapri dhe ka ngritur pyetje mbi transparencën dhe drejtësinë e këtyre procedurave tenderimi.